Dëgjues të Radio Dugagjini me mbroma dhe mirë se vini edhe në një epizod të radhës me Mufes Unikun në Or Studio. Me neve dhe DJ Enzi si çdo të mërkurë edhe këtë mërkurë, let's go DJ Enzi. Me neve dhe Trimi edhe Ari, edhe disa mysafira të mrapa. Sonte e kena një epizod shumë speciale, e kena një artist shqiptar që jeton në diaspor. Mirë po para se me përmen artistin që është mysafir sonte, gjithmonë janë nisën kuriozitetit të natës Enzi. Sot e kom përzgjedh një kuriozitet që ka të bëjë me vitin 2007 dhe me Justin Bieber. Në vitin 2007, nana e Justin Bieber filloi me inqizu djalin e saj të bo muzikë, edhe i postejke në YouTube në atë kohë. Në YouTube në vitin 2007 u konë në hapat e tij të parë, edhe nuk u konë platformë shumë e suksesshme, dhe pas disa postimeve me radhë, producenti Scooter Braun aksidentalisht e dëgjoj dhe e po Justin Bieber me një video dhe që thonë Amerikan the rest was history. Kështu që unë e kom zgjedh këtë kuriozitet me ju thonë që njekni ëndrat edhe shfrytëzoni në çdo platformë të mundshme që e keni, nëse jeni të talentuar, se nuk ka çare bre pa ju po dikush. Na në Radio Dugagjini jena shumë të privilegjuar edhe të gëzuar në anën tjetër që sonte me neve është një artist i cili ka lind në Shkup, ka qenë pjesë e shfercerave dhe si krejt shqiptarët jeta detyroi me shku jashtë vendit, mirë po ëndra ati për hip hop kur nuk u la anash. Me neve është Keep Man. Ouais. Ça va mon frère? Ça va très bien mon frère et toi? Po bien. Ku je o kepere? Allah e qevelush. E zi, nuk e di njerëzit që e kemë një kepere, a? Ja. Yeah. Ja. Edhe sa një porë që të kom dosh me fol me ty, mas pari për të vetë qëshje, edhe falenderët që e. Mirë, ai që ka me emnin në vërtet kështu. Tallë. Ja, Rakip. Rakip? Ja. E pse pas na venu që kepere? Ku me di ti çu jam ndron emnat. Çet artista që po të vinë këtu, vesh tamin ja. Vetë no name nuk e kena ditë. Shout out to no name, e kena aty special guest për mas. Yes. Apo vjen edhe sonde në epizod me bo. Ha? Të kena pagu vish për një, ha? Gji! Mas pari, thanks që erdha dhe njëherë s'kom qare pa thonë se e di që tropak me marrë rrugë, po garanti ke pasur një 3 punë tjera si këtë shqiptar. Pa dhe gjithë. Një rrugë e 4 punë. Pa dhe që, ja, faleminderit, mirë, faleminderit për këtë juve që më keni thirrë. It's good, thanks, faleminderit. Çdo herë që vi më respektoni kështu që. Yeah. Edhe dorën zemër nuk është që del edhe shumë kështu në për intervista. Jo, përveç ka njerë kur kam naj promovim me bon të albumit ose diçka, normal që duhet me kry detyrën, kështu që. Yeah. Po dhe s'jam kënej shpesh vlla, që ajo që 2 vjet që më kthyn në Kosovë, kështu që edhe nuk po m'vjen shumë me. Do me thonë që 2 vjet si e kon këtë njerë? Ja, si më konë që 2 vjet. A kështu më ndryshu heq? Po, s'ndryshon jo, këllaj. Ajo, ha? Nese do banesa, Po, banesa, e kena do ndërtime, do. Kip, kallëzëm pak me sa vjet je dol prej Shkupit, edhe je shku në Belgjik, në fillim. Po, unë kum lind në Shkup, i kum pas dika një 6 vjet ndoket kur kum lënë Shkupin, kështu që kena dalë në Belgjik, tani kum jetu 25 vjet në Belgjik. Okej. Një 2 vjet në Francë, 2-3 vjet në Francë, tash kum përfundu në Zvicër jam. Në Zvicër, ha? A Zvicra është për milionera, a i bjen kjo që i ke bol rënët? Jo bërë rëna kjo. A rëna kjo? Jo bërë qfat. Okej, në Zvicër milionera ka, po nuk i shohëm me syna. Nuk i shohëm me syna? Ja. Qa më bandu në Zvicër njerë në Gjenevë, bash në Gjenevë jeshtë tash, apo? Nuk jam në Gjenevë, jam me një katon ma poshtë anej, po nuk e kam largë Gjenevë. Tu ecë në për Gjenevë, këpë man, pahirje e u rëkëm me ora me një plak Zvicrës. Po geta e kish posë relax, nja 5 minuta më ka këshyrë këto, a menoj që po du mja ko pas zotin arrujt. Valloj, orat janë. Tu ma bua jo, apo mirën vesh apo thirën policin, për ora, shime kërë. Ja, për orë nuk ban mingu Zvicranë se janë. Janë trend ma sakt, janë sakt. Zvicranë për ora janë se shqiptarët për espresso. Cili ka sa një porë që po të qef me pi ose me hongër kur erdhe në Kosovë? Espresso valla. E sa shishore. Espresso, gjatë. Njere, a je kon reper dhe kur je kon në Shkup, a je bo kur je shku në Belgjik? Jam në Belgjik kërë më konë. A në Belgjik je bo? Ja, si më konë i vogër, shumë. Me sa vjet ke dollë? 6 vjet i kom pas, 6-7 vjet në këtë. Të repovot kip moni me 5 vjet. Po, s'dijet. Si dijet kërë. Kur, a mon me në kështë herën e parë kër je hime në studio? Trepit, muzikës?
Studio e parë u konë në shpitame, vëlla, kështu që... Okej. Po, e majnë men, EP-en e parë kur e këmë incizu në Belgjik, më konën wow. Yeah. Se na mësu me incizu me mikrofona kësi kompjuterit, vëlla. Kongën Homing të parën që e këmë incizu vetë në banes me mikrofon kësi kompjuterit. Edhe qaj kvalitet, alo. Nuk e që ka ndryshu në i theme. A ke pas zër me depërtu prej jashtit, se nështë kur ti shkon në Kosovë nështë i shkon edhe pak ma leta. Sa atje je emigrant, doshte s'doshte. Po jo, nuk o konë zër. Zër jo, vla, se këm di çka po du, çka du me bon, ku du me arrit. A bedin. Këm desh mu këthy në vend lindje tam edhe me repovat çka po ndodh te une këtu në vend lindje. Sa në Belgjik. Kështu që kursëm ka... A je reperi par mainstream prej Maqedonisë njëre? Po. Pej Shkupit? Që folmi për hit kështu, hit për një me hit, jo kësi... bro, i pari jam. Edhe kom vrej që halon njerëzit në Maqedonisë, domos edhe në Kosovë, këgja kini fanbase kështu loyal, janë të besushëm, do me thonë të ngojnë haloje, të përcelin. Vlon përcelin se korën kuj këm lanë anësh, unë gjithë për Shkup këm repovat, këm bo muzikë. Çdo moment e këm përmen Shkupin se që aty e kam bazën, kështu që jem okej. Ka nga parë që e ke bo, Homing u konë, para sove për bjenë 17 vjetë, a ma shumë ka? Duhet mi pas 17 pa. 17 vjetë. Hajde shtenëm pak në procesin e kësaj kongës, më tha që e ke bo vetë në shpe. Po klipi ka interesant. Po klipi... Se do mos për atë kohë. Se ketë në mahal të unë i këmë bon, tekstin e këmë bon në shpe, o konë teksti jam i parë, bash shqip, kështu që i këmë hi i felit, se me të kalëzu drejtë kër këmë ardhën në Kosovë herën e parë për të foli, unë asë shqip nuk këmë ditë me fol mirë, këmë pas problem, se gati 15 vjetë pa këthy, pa e përdor shumë Shqipën, i na konë 8 familjen, që atë vend ku kina banua dhe s'kina pas shumë kontakt, e u konë zërë, se dejsa e këmë mësu në gjuhën, kështu nuk e di si ju që keni mësu Shqipën, unë e këmë mësu Shqipën vla vetë, tu ngu njerës, tu ngu muzikë, tu ngu, tu ledzu pak libra, se edhe nuk i kuptojsha librat në fillim Shqip, kështu që, po i këmë pas njerës të kolla, më kanë nimu, edhe I'm okej. E klipja, ka kushtu shumë klipi, kushta ka bu klipi? Garan ketë vetë, a? Vetë dhe vloj kina bon qëfar kushtume, s'kina pas pare me investu në muzikë, vloj. Po. No, vetë. Qysh ku e ke gjetë kamerën, qysh kalëzën pak? Kalëzën atë hekat njeri pak. E kina pas një kamerë që aty dika e kina morë edhe kina gjeru spot, tani i kina nejt njonit për mi kry me montu se i del ke problem, kështu që e kryti spotin. Edhe më veti qëfar po do në gjyra, thash o vlo, në gjyra s'po du, bardhe zi edhe qaq, më të shko ma lartë. A nuk e dhe pak me të hek push rrët më shtima? Qëfar, po që më kon i ria të reke, po, ketë më kon fresh. Clean, fresh. Edhe kër e kanë ditë që e shqiptar, pse Franqes i përmenin shqiptar shumë në përkong, kështu, a për një me jena të mirë, Bob. A jena gangstera për një me, a vish? Po që ashtu ju do kon atyve, s'di pse, vlo, na jena të mirë, njerëzit mirë, ma, s'di pse. Okej, po le me reforët, babaj, për në ma që tutën pine. Jo, për një mes dhe për shumë Lakrimi, a artistit tjetër Dino, se këtë po, Kosova, Albania... E kena qatë imazh, vlo, pak gangstera, vapedin, jo që jena ketë gangstera, po në kanë lonë qatë imazh, kështu që këto menojnë që kur të vinë këto, ketë që ashtu jena na. është komplet e ndryshme. E që atone ka njerë kur ju shkoj atje në Francë, munona mi ju kalzu që jo babë, nuk kena veç gangstera, kena shumë sane aromat mira. Okej, Kipman, po gëtë që erdhë vokti me kënu performancën e parë, kongën e parë të Kipman, Homing, live në Radio Dugagjini, konga e parë, DJ End, let's go. Hajde, 17 vjetë. Okej, ja, c'est Kipman, dans le Air Studio, en direct du Kosovo. Bomboclat. C'est la vie. Ouais.
Okej. Fis. Écoute ça. Aha. Okej. Yeah. Okej. Alors. Jo, si ti kërka mu su muno me qu fërka Veq jetin ti, muno është mu bo gangsta Hajde në hutem, shire qysh përdorën hekrat Shkopi ven jem, ku për pak shkon jeta Gjaj zero, gazi bob, tu im shtell heda Delat bon në rrug tjetin ven edhe temat Inspiron blok, haj shumë me habera Me një gjak di doti kur na shedin ku shjena Do mu po si unë djali mirë ti si ki reshtat Rimat e mija i një shpesh se e terat Klok ma ka kur por gjerq, poj ta man për thes Gjuj mardar si qen, shtu që t'luta mos ma te shedin Kush që le beste, fëk le reste Kush i raz gjep, kush e jep t'i për leke Që monetis ki repe, kejt undercover si Jen Shkupi po vjen, mamba zlat, homin Kamen ty se Magnifique! Mbappé! Pali. Aha. Okej, DJ. Thanks. Keep man! Homing! Para 17 vjetë, bolbe pas ke shojt atëhera. Bro. Qështu e kum su shqipën në vlog. Si kum marrë tu veç shame kum një edhe që ato më kanë një në kryp, shka me bon. A ke po sa një porë që krejtë mësojnë shqipo me shojt. Kure ngën tash shit kong, a thu kisha mujt me bo ma mirë, it's fine, je happy. Jo, jam, bro, kjo është klasik për mu. Okay, A vedin, është klasik e kum shkru, e di që tash s'muj me bo ma mirë, se që ajo konë momenti, që ato ju në konë sanet mi ka zun tekst, kështu që ma mirë s'kisha mujt me bo. Kur të menon kështu të kanë herë me të parën e rrugë, s'ki nevoj me... Yeah, man. I performon kongët edhe i verdhat i ki me dy gjuhë, edhe frangjesht edhe shqip. Nashta muj me thonë që je artisti i vetëm në botë që i kënën dyja kapak. Kështu, i performon. Ma merë menja që jam i vetëmi, po jam i pari të shqiptarë. I pari të shqiptarë, po. Se ajde, vla dhe po të kalzoj, jo që e kum bo me të kajs, na i sën me shkrujtën shqip frangjesht, po une kur menoj frangjesht, vla. Kryjnë e kam frangjesht, po. Përdin tim fol shqip, unë i përkthej... Kryjt e ki gjele, zemrën e ki shqipun. Bash. Kështu që më vjen qashtu me shkrujtën, se i gjej dy bars tjera, më blokon frangjesht, duhet mi gjuj frangjesht, jo që e lodhi kryjt mi shkrujt shqip. A model interesant, dorë në zemër, del interesant. Po tash, është okej për ato që i kuptojnë dy gjunt, është nice. Po për qertë veç shqiptarë që i kam kështu, janë edhe shqip. Ata shqiptarë të ngojnë shqip, frangjesht të ngojnë atë pjesën frangjesht. Qaq. Ku inspirohesh me shkru tekste, cila është komfort zona jote shkrimi tekste? Vlla, që ku ardhën 4 ditë në Prishtinë, njëjtë ndodh kur të shkoj në Shkup, s'di, e kam më jep shumë inspirim në momentin që e kaloj këtu në Kosovë. Edhe në Shkup, në fakt. Shkup, ja. Që është inspirimi jam. Se për ndryshe, sidomos tash, çka kam e të kallzu, janë nis me repovat për jetën teme, a bëdim. I kam 40, gati 3 vjet. Bro, mos t'inspirona këtu, me njerëz të mi që m'inspirojnë, s'kish ka kallzën. E vërtet. Kështu që... A repi shqiptar ndurë të sigurta? A tu bo muzikë mirë? Jo. A jo, bro, a? Jo, qëto vitet e fundit jo, bro. Unë vja keq. Qa o të i mungu repi shqiptar? Kultur, vlo. Real kultur. Okej. Simple, sa në qeter. Kultur, edhe njerëzi duar që janë në kolla për mi përkra njerëzit. Dhe mi mësu në cëllën rrugë me shku, që shka me bon, apëtin tash i dim. Se mu më shefe, du të mi inspiru të rritë, se që ajo është e ardhme e jonë, bro. Kina kalu ma, shka kina me repovat dhe 50 vjetë, po du të me lonë pak, du të me lëshu dorë pak. Me lëshu ranë, a? Me lëshu ranë edhe mi mësu të rritë, në vedin. A ka brëm repi shqiptar me Go International, shamë artistat tonë, se asë një reper dhe ishtë nuk është që ka bo shumë
Buj jashtë. Vlla se kufizon shumë, unë e kum pas punë edhe me reperat e vjetër, kufizon shumë, ja be vlla ma mirë që to, gjeni komfort zone edhe hajde porim që to edhe s'po bojmë sen tjetër mirë, po shkojmë për koncerte, po marrëm parë edhe, po unë kur si më konë, unë e kum pas këtë tripin ndryshe vlla, kum pas qef me dal në Francë me deportua, pëdin, ja ka nis njerëzit me një rap shqip, se kanë ngu rapin tem vlla, Belgj, a pëdin, komplet, po që aty e kanë njoft rapin shqiptar, ja kanë nis më interesu se kush qysh tek, e që duhet më konën gjithë internacional, duhet me promovu muzikën shqiptar, hip-hopin shqiptar, në këtë rast, gjithmonë vlla, gjithë në këtë botën. Te ekipman edhe përveç si reper, je edhe producent, po ashtu edhe jem për momentin jem me një label në Francë, në Paris, a? Po, jo që jam producent kësi, a përdin, s'po du me inë kësi tripa, Okej. a përdin, unë jam njeri që mundësit e Francës të Evropës i binë Kosovë për mi prun artistat e tonë të ri që janë me një vend ku duhet edhe shumë profesional, vlla, që ato jem të desh me prune. Okej. A përdin, që me prodhu, me punu me artistat të ri, bash profi, jo me rana, me si kontrata, me asi, kështu që ato, unë qëtë punë jam të desh me bon, vlla. A ka në artist shqiptar që jetu i një mu për treg ndërkombëtar? Po, kam njonin, s'po du me janis me emna me asi, po e kam një që tepër jam të deshtën me deportua internacionale edhe kam me deportu, e di, se i ka kushtet kejt me deportu jashtë, kështu që me ta jam të mënu, maksimumin jam të bon që edhe kina me arrit. Që sa mirë, a? Bravo, ki Që ajo, kështu që jam kërkesa, pëdin, më nimojnë shumë arbrin e kam, më nimojnë shumë me që si artista të ri, se që ajo... 5 euro e kena sharatin se arroa me kaldu. Okej. Unë jashtit jam, unë shka 20 babë, në shkani. Po, pihina këti shorë. Ade, në mësu tash, edhe më shoj babë, ja ka 20 franga e ki. Qaja, më shoj, mësu më janë ana, më stani. Po jo se kena bu parë dhe në këtu, se të në herë kur vishët. Jo, e di, Allah, e di. Të në herë kur vishët ju pja tjeshët, vish ju pagujshët. Ke po. Ska lidhje. Kip, kalzëm me pinta, dhe dina që ki edhe kong me ta... Po. Je kona një kohë edhe pjesë e pintave, a? A je kon pjesë e pintave? Po, na konë, vla. Na familje na konën pint, kër ke i vla, s'ke në shkryt kontrata, pëdin. Okej. Po, respekti ka u konën ma... Që shëndrën raporti me pintat sësh? Po tash, ma rallë ta kohë, ma pëdin, se edhe i kam punë të mija, vla, s'pedi. Okej. S'po du edhe mi i felit, A ju ka me të shëgjnia njëri? Po, me Po festimin më dogësh pak që jetu u bo politically correct. Po a i duhet, se qashtu ja vlenë më konë, po. Keni pas një superhit që definitivisht edhe menaj endë që ka nga thyrë këtë shoqët. Unë s'dalë shumë klap se në djoli shpiz, vish njerëzit që dalin më kalzojnë që gjithmonë dëgjohet. Qa, vesha me njerë për më këtë në kroje. Kena me ngu të rekrejt shoqët, po më intereson qysh ardhe dhe të që këtë bashkëpunim? Që këtë bashkëpunim, vla, me të kalzu kështu, a vedimi, pihimi hollit, a vedimi pihimi kështu, se kur se kum kalzu historien e thyrike qoqët. Ky bit u bon prej Kostonit, është një producent i Lozanës, unë e kum punu në to pak, edhe një dosti jemi Astrit e ka emnin, edhe i kina punu të tret, jena konë me një banes, seminar, se të na bojmë shpesh më shelëm na për banesa dhe bojmë muzik, edhe që aty u bon thyrike qoqët, se në fillim unë i dësha që të sen me të kalzu drejt me dhuratën me bon. Në momentin po të foli, kur pa të bon kong me Jung Zerkën e... I ke shkru dhuratës për që kong? I kum shkru, I kum shkru, po su bon, edhe kum pas bitin, tani unë njoftova edhe me Kreshën, me festimin, kisha që të bit, dhe kum dit, a vedin e kena dit, se cilë njëri që e ka ngu e ka dit që është hit, se është shumë biti mirë. Tani kër unë njoftova me pintat, sidomos me Kreshën edhe me festimin, ato janë nisën tani në Gjermani, shkojshmin që zëshin albumin.
Okej. Ku që kjo konga theri këtë shoqat. Edhe tani veç, a vedin tani si dëshmi me bo një kongë për në album me mu, edhe thash vlla që bitin, që kjo është, edhe që ashtu ja ka njësë, unë e festimi ja kena njësë fillim, tani ka një edhe kresha, edhe që dul. E vrejta që në Spotify të Kipmenit nuk ish konga, theri kretë shoqet. Që më interesën me ditë është, a është projekti jote, a është projekt që ja u ke Pinta Vjehivish si musafer? Tash është projekti Pintav komplet. Do më dhonë përfitime... Jo, alo ma iq. Jo, bro. Për pare, për përfitime nuk ka... Nuk janë sene që ndikojnë të one ato sene, po veç munin njerit s'duhet kur mja hupin, se jo që najsen për mu, bro, une edhe emnin me ma hek ketë në kongë është jam okej, po njeri që ka punu në to duhet me të sekën, a vedin, ku që ka bon bitin. Okej, a është njeri që ka bo bitin i të sekta, jo? Jo. Okej. Jo, s'ma mërmenja se dhja ke këshyrti, a e ke po. Që shë pat emnin producenti që ka bu bitin? Koston. Koston? Po. Shout out to Koston, so në këm papore. Okej, DJ Enz, pengojna, thire kretë shoqet, Keep Man featuring Lyrical Son, MC Kresha, edhe po rikthejme në Ars Studio. Ka menu që bishojmë ja Ka dole mos u prek check-in, hello everybody, ajo vjen festim, kapët mu për ju marrë më knaqë pari, si më kuni pari, rogan logari, plot gjepat body. You know me love it when I switch up like this and I pull up like that and my hook be the shit. Lyrical man, case dismiss, yes, Kristen, this is specialist. Yep, han e bojna perfekt, sa DJ që në dek ma, shumë se shto trek ma. Yep, nah, jo me sa në djepta, po me sa në t'smuta, rewind selecta. Roll that, ish, rewind selecta. Like that, ish, rewind selecta. Buck that, ish, rewind selecta. Pass it up, pass it up. Mambo Klar. Nu që bishojmë ja es, na kokës bojmë pojët, është të biosje. Thyrë ke shoqet, thyrë ke shoqet. Konë shonë kus muj me tim tonë, se s'duk me me tonë, veç të ju këtilosje. Thyrë ke shoqet. Aj. Ok. Pas de place, non. Ah ouais. Ok. Koston, c'est pour toi, mon gars. Check. Pas de place pour le plastic game. Ça vaut ce tube comme une nuit que t'aimes. Claquer des fesses, non c'est pas dans le thème. C'est pas de ma faute si ta meuf elle l'aime. Tu vas nous compter les billets, sans même se déshabiller. On a scié la mélodie à coups de phrasé. Mon crew a été classé au top de chaque passé. PNT, le piment qui t'a fracassé. Sortez les briquets, j'ai la matière première, chose élémentaire. On va mettre bien la masse et les petites panthères. Ailleurs pour lui contact, j'ai de quoi faire. Frapper l'instrumental pour la satisfaire. Frapper l'instrumental pour la satisfaire. Frapper l'instrumental. Bombo Klar. Magnifique. Thire kretë shoqet, Keep Man në Radio Dugagjini, DJ Enz, faleminderit. Merci beaucoup. Enz, që shjebe? Tova, Keep, po më intereson pak për artistat e ri, për mene ma herët që nuk të japët mundësia, që po më intereson me ditë prej teja është, a keni për bletën për to, se për një artist të Shkupit? Shumëra, po ne një bletën, moti vlau, u konë ndokët 14 vjeti ka pasën reken studio të Andi, kur shkësha me në qizu, kur shkësha në Shkup. U konë super artist, u konë, super. Yes, shut up. Që të porët, vlau. 3 merja lek që të... Sjëm për mund që të një zatë adara. Nuk janë tuat këto. Qëfar, këshile ja u këshe e për reperav të ri, jo vish bletës, po krejt reperav që janë të synu. A du të me pos mindset në reperat e ri me bo pare, a du të me bo kong pej shpirtit dhe pej zemrës, dhe ma nej suksesi vjen. Se ka njerë po mdukët që tash adin mos gjykoj se gë respekt për këtë reperat e ri, ja u respektoj haslin, po nashta nuk do të me kon drojvi i vetëm i të në parja për me bo konga.
Po jo, po problemi është që në momentin që si po hin një artist i ri, për ju gjuhën jenat o kolla. E që ato pjafshtin parën krymi njerë, vlo. Se neve, kërkus na ka gjuhën fillim, na kena bo muzikë, vlo, s'ka pas asi njerëzi që unë jam manager, merit 80, unë 20, më stanin, kime arrit, kime... Okej. E që e problemi, s'pi gjuhën, minjerë, si po del një, minjerë, piki o kolla jenat, ty ju fol pare, në pilojnë me bo muzikë. Qa menon që dhëtë me bo artistat që me detektu hijenat në këtë rast? Po së një detekton o vla, se ti e ki një qëllim kur të banë muzikë, a vedin me arrit, më konë emni jëtë i njofshëm, a vedin që ato e ka e ondër, e hup ketë kontrolën kur ti vjen dikush edhe i propozon se ai s'ka pare me bo një kong, s'ka pare me bo një spot. është nashta që thojnë back behind the wall. Qashtu, unë jam konë personalisht po të foli, mu kur baba jam pare së më ka dhonë me shkumin që zu kongës, se me apedin, kur të vjen naj nafakut, se të vjen dikush pishpirit të veshi, të banë unë e kështu, unë e ashtu, dërzosh, lo. Apedin, e shumica prej repera, artistat e ri po të foli, dërzonë shumë shpejt, si t'ja njës parja edhe e njekin qatë. Që e parja i prish, po thoi. Qysh ka bo kipen e pare me një kondrën seri? A ke bo naj punë të dytë? Po, që gjithë kom punu, vla, gjithë. Unë se më kanë vytë para, vla. Qysh kom punu veç. S'kom pasë unë, kur se kom shtin krya, do të baj pare me muzikë, ja se kësi, na, bro, kom punu, kom bo pare dhe tani kom bo muzikë. Do me dhëmë ke fitu ma nej për me... Si kun kërë menagjem dikuj njëre, a? Jo, asë njëherë. Ke pas bashkëpunim edhe me Themin, me reperin e Tetovës. Po. Të regëm se në qatë kohë Themin do këtë bashkëpunimi i parë që e ka bo me dikën u konë me ty, a? Po, me mu unë e këmë thirën, u konë artist i ri, sidomos i Maqedonijës, u konë bro shqiptar, ju më knaqë kër e këmë pa, bedin, kër e këmë një, qfar stili, u konë i fort, bedin, unik o Themin, edhe ju më konë të incizu albumin, e këmë thirë, pa qeter. Okej. DJ Enda pe ngojna për këtë dëgjuesit e Art Studio dhe Radio Duga Gjinit, Keep Man Futuring Sam, para sove që kërkon? Ndo këtë 7 vjetë. Para 7 vjetë, a? Okej, let's go. C'est pour me t'aider, me bébé, me renard. C'est pour me t'aider, tous mes thugs, tous mes hustlers au coin de bloc. Ceux qui portent le Glock dans le froc, genre à pied pour une quête d'or. C'est pour mes têtes d'aigle et tous mes thugs, tous mes hustlers au coin de bloc. Ceux qui portent le Glock dans le froc, genre à pied pour une quête d'or. C'est pour mes têtes d'aigle et tous mes thugs, tous mes hustlers au coin de bloc. Ceux qui portent le Glock dans le froc, genre à pied pour une quête d'or. C'est pour mes têtes d'aigle et tous mes thugs, tous mes hustlers au coin de bloc. Ceux qui portent le bloc dans le froc, genre à pied pour une quête d'or. Anite panikën që e banëm E kanë podak me vjedhe dhe hanën Mi shën tëgë sa viturize za savën Hullet i gamë o shenë monta natën Problemet të ki hikaj para futyre si matët Gjem të ma halës Para beaucoup ça fait comme des firmas Y'a des 9 mm et des gros bras Des chippés, des rebeux et des renois Dans mon quartier, unis comme des 5 doigts En survêt et slime Q3 Bang 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 Quand j'ai pas le choix Tous mes thugs, tous mes hustlers au coin de bloc. Ceux qui portent le bloc dans le froc, genre à pied pour une quête d'or. C'est pour mes têtes d'aigle et tous mes thugs, tous mes hustlers au coin de bloc. Ceux qui portent le bloc dans le froc, genre à pied pour une quête d'or. Ai nite panikën që e bën Far panike bethira ambulancën Unë ekipa që shkipin e qill Mu marrë me neve këta jo se kanë shansën E she's my friend, këta jo m'kejt This no off that gun, dhe shtun moj uzi I got that bomb, dhe të mpretu Diti më nesh me kona kulorja jo Gucci Mos gudzo me mrejt të ftyra Pare të bon dy mënyra I ka se mpret mu dhe tyra Komerci s'male natyra e ftyra I got many men trying to do me wrong, but I don't give a fuck. I got 10 bitches that I can fuck, but that's not enough. I got many men trying to do me wrong, but I don't give a fuck. I got 10 bitches, that's not enough. Hey.
Tous mes hustlers au coin des blocs. Keep Man featuring Stan në Radio Dugazhini or studio. Thank you DJ Enzi. Yes, saj. Keep Man e bune edhe Homing 2-shin. Sa vjet të dasht për me bo këta? O vetë. Mas 10 vjetë e ke bo. Është interesant se u pat prit këgja mirë. Edhe kur në artist është të arsyshme me bo një sequel, një sen të dytë. A inspiru për Rambos, pali. Me filma. Jo, vlo, me të kalëcu drejt, jo që na i senave dhe në veç, kum desht me bo 2-shin se mas 10 vjetë, pse jo. Se kështu jubilare, a? Aj 10 vjetë pe bojnë, madhe pe bojnë në një. A del treshi më rathu mas 20 vjetë? No, shko zban vaki. A, përshaj... Shko zban vaki, ola. Matematikat jom të t'i bo, që e kom lopë, që të qëtash jashti. 20 vjetë. Okej, Keep Man, apo përmojna Homing 2-shin, bro? Hajde, vlo. Hajde DJ Enzi, Keep Man, live në Radio Dugazhini, or studio me mu festionikën. Homing 2-shin. Aha. Let's go. We. Keep Man. Okej. Aha. Okej. Yeah. Jo, sjeti kët ka mu su më në me qu fërka Mas 10 vjete, gjepat full me denga Tu jetu pa brenga, s'jon qfar do genga E kom respektin ku e kom për mas do shfercera Për hip-hop shup, nuk ko për pekera Ose uli fyrën, ose eshe në bandera Nuk jo mrit si këto aerokremat Alom dhem fyti tu pipa filtera Amatera, njerës pa karjera Doj me deportu e u vnojnë bariera Folni për burni nuk kanë karaktera Shumica jon karikatura që mote i tera Ils m'ont pompé même ma French touch, c'est bâtard et ma French touch. Dès qu'ils t'ont dépouillé, ils ne t'appelleront même plus Shoch. Ces fils de pute sont capables de te laisser me lodge. Moi ça me fait Shoch. Potoj me mshito, Et même beau homing, jo nuk ko homing nos. comme homing. Plejan po. Em piri me roming, piri me roming, piri me roming. Potoj me mshito, e me beau roming. Jo nuk ko homing nos. Comme homing. Plejan po. Em piri me roming, piri me roming, piri me roming. Po teli nuk e qela, ma da frema ka vers kom pun me kalebag Ik se t'lojna si kur qenin loq në Zabela Qipa o I keq veç ater kur jak putela Temat, skenat, gjëni pra pa skenat Motit pa ta thonë që kyse nuk po për pena Besom shumë kena punu për që tu ku jena Te qënë kryt kur atërna nuk jena Besom j'en ai assez des 30 tours et aspect Folin për interes se lypin mon respect Jo amigo man se kipa vjetër ka dek Ta shvit e mu keq në t'i drejk Mos po do mu vajtu me ma qit një drejk Qire pjotën tonë e tremen s'kot qef me ma prejk Se bëni me arteri qoj njerëzit me t'hek Sën e puthas nënën tonë e qiti kanë dru brejkt Potoj mos nish me pe me mbo homing. Jo nuk ko Ja, homing nos. kama homing haver Magnifik! Tirin me roming, tirin me roming, tirin me roming Barkolla! Lambo klap, Zinedine Zidane! Ismet Munishi! ja Ej, Keep Man! Sik. Mati s'pas në repovat vlo, a? Në kje knaqë. Ko përse. A është nishi a dyshi ma mirë? Nishi a? Ma vlo. Si femna e parë. s'ka. Oh, me sot një ke pas putje në parë. Ja, Dullëm para. pak në prive. Ja, e para është E para është dhe me thonë, baba. Zdi, për mua është konga ma e preferume e jem, ja. Çdo herë që të bëj sanja, homingen e kam kështu, favorit. favorit, ja, po. Një vazhë edhe kër je hi dhondër me qatë kongë je hi. Si më hi dhondër, vlo. Ajo, S'kum bo darsëm. për një me, qa ki këndër dorës në është Keep Man. Jo, inshallah këtë raton. Ka Maqedonia anej ka gja hedhjen për dorës më kështë. Oh, bro. Shkon ari si uj. Po, bro. Si pus. Edhe lollësh. Tash e kum pas një, që të për të foli. Për një me. A, nipin e kum martu bau. Mos e pa martu me mështinën mu martu, me bodorëzën. Keep Man, e kom vrejt që
shumë artista ndërkombëtar, në farë mënyrë janë të ardhur në Kosovë dhe po këshiren me hinë treg dhe janë të dosh pak me përfitu prej klubave, jetës tonë, natë, sekret këto. E kena për shembull Moradin, Lucianon. Janë kanë nisë me knu në për kluba në Kosovë. Kallëzëm pse po ndodh çka? Pse ndodh vlla se peshojnë që Prishtina, Tirana, ato arë nivelin e eventave të botës ose të Evropës, pse mos me ardh. I vini morin lek për të, a e di që një shku mi marr lek atje. Po s'munësh se shko këshir me politikan të vlla. S'disha me thonë. Okej. Ato mundën me ardh me bo pare. Këto na s'mujmë atje me shku me bo pare. Pse? Po. Duhet me këshirë nëjë problem, ka, të ndodhë këto diçka. Po për çata jam të thonë, a? Da, normal që po. Yeah. Ti s'munësh me shku me punu si artist në Spedion në Franca. Po, do shmi pas letrat. Po. Yeah. Ka këto mundet me ardhë kushdo. Po. Jo, bash interesant dhe bash desha me diskutu që të sen me ty. Vlla, një sen po ta tham, shumica prej qytyve njerëzve që vinë pi jashtit këtu, as nuk e din ku është, ku ndodh Kosova në hartë. A vedin, Kosovën e aloma pak Maqedoninë nuk e din, kërkat, çto franqez, sidomos janë shoqëru qelë Shqipnia ja kanë nisë me pasë kush jena, ku jena, vedin. Kështu që vina, njëre o biznesman ose i Zvicës ose kumidit i kajt e ka lekon e thirë Më thaj që edhe klipet për bojnë në Kosovë se ma lira. Qysh jo mërë vlla, ma lirë të vinë, jo këtu në Bugari, më ka ndollë me shku, me franqez. Normal, pse jo? Kur të shojnë hamburgerit 2 euro. 2 euro, po jo, më stanin se edhe këtu ja ka nisë më bon Qasoj rrugë e në të shku. qasoj rrugë, ja. Okej, Kimana, e na gati për performancën e tretë, C'est la vie. Yes! C'est la vie. DJ Enz, let's go, live në Radio Dukalgjini, Keep Man. Drejt për drejt nga... E Zhveniva. Yeah. Shout out to Dear Adja. 20 frank për mua vel. Bombo klat. Ej... Go Efis. Yeah. Why can't we live amongst each other? And why can't we live as brothers and sisters? Yeah. We got in this thing together. Yeah, man. We are birds of one feather. Romantike. Check it out. Real Rasta man no do folly dilly dally. We no sell crack cocaine in the alley. Yeah. But in it and you want yes a big ganja split the Raja above the real Cali. High man me strong mentally, physically, Congo bongo burn down them folly. No segregation, check your meditation, I say fundamentally. On m'a dit c'est ça la vie, Yeah. c'est ça la vie, où ton frère devient l'ennemi. C'est ça la vie, on m'a dit c'est ça la vie, c'est ça la vie, où ton frère devient l'ennemi. Yeah. C'est ça la vie, Yeah. yeah. Il me dit c'est la vida, mais je suis beaucoup trop loco. Elle veut que la loca quand elle est dans le coco. Alors s'il te plaît, ramène pas que tes propos. Guérilla dès le plus jeune âge, moi je me lève très tôt. Je ne vais pas tenter mon dossier. Ne vais pas fouiller dans tes dossiers. Tu te sentiras comme ensorcelé. Tu auras pas l'idée quand ton corps sera possédé. Yeah. Retour à Gazibob, je coupe massacre c'est Shahir. Qui pas quand d'acheter pour Gates, y'a Kenny Zahel. Pour ne se même aussi rejeter, c'est quoi tu as fait. Pas chaver, c'est un petit bac à mes chouilles, many head. Nous comme les voix pour tes chiens. C'est pour ta tête, mon mendo des chiens. Mentalité, tu top bloc, mais où rédier. Je me soucie, Rougesman, on est bon vrai, yeah. We got in this thing together. Yeah. We got Okay. in this thing together. Yeah. On m'a dit c'est ça la vie, c'est ça la vie, où ton frère devient l'ennemi. On m'a dit c'est ça
C'est ça la vie. On m'a dit c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Frère devient l'ennemi. Quand ton frère devient l'ennemi. C'est ça la vie. Ok. Se la vi, Kip Man me kërë ki këtë kongë? Këtë kongë e kam me një këngëtar Jamaikan, është Deraja Thirët, është djali i këtyve Velersa, Bob Marley. Okej. Është shumë artisti mirë pëlqen, kena hinë kontakt, qysh, nuk e di, u konë tepër, po kolapsi më ka një mu edhe për me arrit. Pas kem rri edhe të Marlit. Alloj po, po. Deja të pas kem rri. S'ka, thashun e hartën E teme. sholla s'kanë shti rrugëve të këshia. Jo, jena konë atë rrugë, po. Bënja një shoutout shti. Të më nuk janë zirë një 20 euro. Ja, shoutout, como i s'appelle. Raja! U fasunum ens, boba! Kip Man, tash i kom pyetjet e shpejta, janë 15 për 1.5. Okej. Pa kena me ndru tripin e emisionit, janë do pyetje këtë jashtë. A e goti, për pyetje këtë A ver, jashtë. 3.000 i ka me rujë dhe që nësë më shtinë tani. lugat. Okej. DJ Ens, shkojna. Kush është njeri mas proud në familjen tonë, Kip Man? Mas proud, Po, gruja vlo. gruja, okej. 100%. Ti zhekon superhero, kush zhekon? Skënderbeu. Që ke ma fort edhe ishtë tash. Rima që e mas proud përë. Jo, si e ti kërka musumone me që fërka. Mos ka qëllun smoki që ke rime. Që kjo, bab, kejt bitat i provoj me qëto. Kjo ka thënë një dë. Kur je bord, shka bën? Shkruj, si ke. Jo, Ajo. jo, më nona mu këfjell, me lujt me qikën, ma të voglën, jo. Shpreja ma që dëqme që e ki. Kuj, mës ma zini për të male avera, të tov, ju du, love, respekt, veç laknysh. Laknësh? Mësëm vetë pse edhe për të, qashtu. Okej. Ushqime që kështë hongër për çdo ditë tjetës tonë. Shpati, vla, fondy. Kështë që bapa. Kështë që baptorja ma e mirë në Shkup? Në Shkup, të pqela. Aso është ajo aty të rruga me Se di vla, unë që të të pqela. Të pqela, shout-out të pqela për me e kanë qëto. Kritika është të jepin njerëz mas shumë ti. Kritika, Po. spedis. S'ka, a? Jo, së m'japin kritika njerëz, vla. Okej. Qakifobi. S'kam. Filmi preferum. Boys in the Hood. Classic. Qofse jo që të karrierë, qka? Futbol, Sani ma i shtretë që e po së dënë? familja. Sani që ke vetë qatë GPT-n për herë të fundit? E kum përkthy emnin ton frangjesh. Shumë e vërtë ke që Yeah. kjo, e. Kalëtëjo pak audiencë që apë beke Fesioniku. Fesioniku? Maj forte. Gjallë astreti. Yes! Nice. Cila fjalla që përdor kur je nervoz? E kom pas kur shohën, po s'ma kanë lanë. Jo, vlo, kur jam nervoz, më nona mu qetsu, kështu që e kam një fjallë ma të qetja, është... Jo, s'po shohën, më e kom vërejt. Ja, Jo, okej. Kur nëtosh, çfarë gjendje emocionale ki? shkoj kaj nga të grus. A kojnë burra ta. Pse? Okej. Pozita preferume në gjëmë. Okej. S'po di vlon... Sto e kom pos për tjetër thanë, po e sto ma kanë hek. Mirja pas kanë bo. Mirja pas kanë bo, bravo. Në shpinë vlo. Në shpinë? O, pëse edhe krati po... Kam qef. Okej. Mi bo patere. Okej, falenderit ishe Enzi. Këto kem pyetjet e shpejta në Or Studio me neve Kip Man. Që që t'u kalu be? Super valoj. Për një me? Po valla, si në shpi. Okej, a jena gati për performancën e 4, Control. Yes. A përna të regon pak për këtë kongë para se me performu? Kjo kontrol me të kalzu drejt alas ka dal, Okej. kështu që është një pjesë, jam të e bon gati edhe një album, kështu kejt dancehall afro pak. Okej. e, A është pjesa e albumit? Po kjo është në album edhe kjo, që kjo është kontrol edhe pak du me lancu. Kështu që është komplet dryshe për qa baj për momentin, po zdi kum pas nevojë, më kon deti, më ka inspiru me kënu
Okej, është vet, ai e vet në këtë këngë? Po, vetë jam këtë këngë, ka prodhuar Kollapsi, si gjithë, Okej. si 15 vjet e fundit që punoj me to bashk, kështu që Shout out to Kollapsi. shout out Kollapsi, my bro. Frije. Okej, DJ Enz, po shkojna me performancën e 4 për sonte në Radio Dugagjini. Kudo që po na dëgjoni, shpresoj që jeni të u kënaq me neve Keep Man Jep. Control. Okay. Kthenan klub e kena kontrol Bebe na e kena kontrol E kena kontrol Faja pat nuk po di mulon Bebe neve na ko patrol Kthenan klub e kena kontrol Bebe na e kena kontrol E kena kontrol Faja pat nuk po di mulon Bebe neve na ko patrol E kena kontrol Yeah. Si e nigati su bona misju e t'fati I te kalojna për zoti si bato Ja Po kiti pikoj nati cinematika Parati një kam i ban foto Ja E tira prap E vibran E do një bad boy o një pretty man Nuk bihan Qka folte Je le vais pour moi toute la noche Elle fait le move comme back again Bad gal Viens wine again E nivel mondial Veç a la presse E mos mi ban TikTok që este obscen Kthena në klub e kena kontrol Bebe na e kena kontrol E kena kontrol Faja bat nuk po di mullo Bebe neve na ko patrol Kthena në klub e kena kontrol Bebe na e kena kontrol Faja bat nuk po di mullo Bebe neve na ko patrol E kena kontrol Ja Okay, e kena kontrol Ja, Bebe neve na ko patrolla Wine your body girl, heki ato pantalona Fillimi la sal con ti bushi ato kona Mandem nuk karrosi ti veqi këtu ikona Iko kon të mora sonte unë me firitona Kiti ty vike me mustili Maradona Si doktor Barbona ajo posi me patrona Rina norte vona të qil vit na persona Come back again Bad girl, viens wine again Keni për mundial, veç a la pres E mos mi ban TikTok gjeste obscen Faja club e kena kontrol Faja ba Bebe na e kena kontrol E kena kontrol Faja ba Nuk po di mullo Bebe neve na ko patrol Kthena në club e kena kontrol Bebe na e kena kontrol E kena kontrol Faja ba Nuk po di mullo Bebe neve na ko patrol Right Kontrolla! E kena kontrol Qa e këtë me fort I ko kom të mora e thirrit dona E niva që ato Bravo, keep man Thanks. Pak po ndoket që të ke eksperimentu pak me zhanër reggae, me amapiano Me pak edhe gjithë shka. zhanën e kështë ndryshu Pse jo. Po tash i kena sanët, pse mos me performu ndryshe pak, me shku pak ma lartë. Edhe pak edhe knove me një pjesë, ha? Po. Yeah. Bro, knoj, rënot autotune-i na ka pështu me knu, pse jo. So me rëndësi një artist, sidomos ti që je këgjamat në skenë, një farë mënyre mu përshtot edhe mu adaptu me ndryshu. Me ndryshu, nuk i nevoj me ndryshu, me eksperimentu duhet. Me eksperimentu, po. Duhet, gjithë, pse jo. Zvan mu bloku me një... Me një rrymë, me një... Jo, unë për veti, po foli personalisht, kam qef me eksperimentu. Çdo lloj muzike me hi, me këshyr, pse, qysh tekst, që ato e në të bon muzikën, vla. Me këshyrën, me kërku, qka bon, kështu që duhet, gjithë, eksperimentoni, shkoni ma largë, bani muzikë. Për shembull të homing, edhe që kjo ka në kontrol, është këtë tjetër Keepman, do me thonë është... Normal. Kanë kalu do vjeta. Po nuk ka jo, se tash jam të ardhë me një EP, jam të punu me që beatmakerin që ka bon homing nishin,
Kam shka me shkru, kështu A që do jo... më njerë kom e dol IP-a ma një albumi? Njerë IP-a, njerë IP-a. Sa kom e pas IP-a? 6, ma mërmenja edhe një ka me shtu, se 5 në konë, po edhe një duhet me shtu. Okej, e albumi? Albumi i ka 16. 16, Po, kena punu ta në verën, kena eksperimentu. A kena release date për këto, është në proces? IP-a ma mërmenja para verës do të del. Do ta punoj këtë vetë. Okej. Këtë vetë kam e punu veç bitat, mi ka bon Gore-Texi, po për ndryshe jam të inqizu janë hotel, janë banes, mikrofon, sound card edhe qaq. Shtu në Prishtinë që 40 qemë do këtë këgja ke shkrua? Jum shel në banes, po, janë me po. Përveç kafët që kena dalë mi pi një 70 kafe me arbër në nemin. Janë edhe që bo, pasat? Jo që bo pa jo. Veç mish? Veç mish, familjen. Okej, Kipman. Po shkojna me performancën e fundit për sonte, me kushere, a? Yes. A ki shumë kushere? Valloj kombe, edhe mu kanë shtu do, qdo e që ku marrë në Kosovë si në Shkup, më kanë ardhë njerëzit to kushere i jetë, najt, kush. Ketë kusha. Ketë kusha. Okej, DJ Enz, po shkojna me performancën e fundit për sonte, Kipman me kushere. Ja, okej. Bang bang, jo me kusheri, ti po sillesh me një gang, unë me kusheri. Me tatu full me vetë vetën rima full fletën, po du me qu vetën me një botje tjetër. Thjesht e qu jetën 3-4 vjetër, po ming monami jetë një vepër. Jam qaj qere po vat jetën, s'ko mas t'i kompleks i ga që me ty barierën. Me ta prishti karierën, ti vetëve prishtonën tu e knu makarenën. Ola mami, bevin që 20 vjetë që praktiku kishe spedin ti jo me mësi me shumë modesti. Jo mi pari e mësi me hit Macedoni o qi, mos ma luj, ti e pi. Edhe shkon që një kauti, se shumire ti, cilën lojet e luti në prapa vi. Moi je rappe ma vie, y'a pas d'empathie dans l'industrie. Et toi tu compatis, compagnie, c'est qui pas bien? Ah ouais! Bang bang, yo me kushere, ti po sillesh me një gang, me kushere. Motiko me qato qerin, qa jom qenje unë me bon edhe tre qetin. Boomerang bang bang, jo me kushere, ti po sillesh me një gang, unë me kushere. Motiko me qato qerin, qa jom qenje unë me bon edhe tre qetin. Prej katuni, e na vina pi o funi. Pata thon homi që shok nej ka huti, për si është me lastik edhe plus nuk i qa thuti. Ma u gazi bab që aty po të tret shuni, badi hava shuni. Po lujna loja, e jo vazhdo një luni, në një bosit mija hajde n'tjerë që për puni. Mina nona në klasit ka kopton papa, unë e ty ti vazhdo hapa. Kishe në ti e baba, ama je veç ti me bollet e n'flapa. Y'a pas d'empathie dans l'industrie, tout ce qui se fait est sale et toi tu compatis, falsoj compagnie, c'est qui pas bien? Bombo Clan! Barkola! Ouais, Paris! Kushere, Kipman, live në Radio Dugazini, Or Studio. Motiko me qato qerin, edhe tre qetin, si bisit fort. Ah ouais! Air Studio! Kipman, kushere, Yes. ku je o kush? Që be kush. Sa va mon kush. Ça va mon frère? Qaj bjen mon frère, qaj bjen? Vlo. Vlo, ça va mon frère? Sa va mon vlo. Tu ta bjen? Kipman angon muzik? Kështu Jo. të artista ndërkombëtar? Që çfarë zhonri më ngon Ma shumë vlo me të kazu drejt, rapin amerikan normal që e ngoj,
po kur du për një me ngu tekst ngoj frangjesht. Frangjesht, ja. A kina artist preferum francez? Oxmo Puccino. Okej. S'pas në libër shto, që ko? Oxmo Puccino. Oxmo Puccino, pia një cappuccino. Bro, për ato që e ngojnë i popin francez dhe që e njojnë i popin francez o mjeshtri i popin francez. Okej, definitivisht kena me ngu. Yeah. Me Enzin, se tashërodha Enzit, e kena një sfid artist versus DJ. Enzi ka me dalë shumë 5 bita, një mas një, 5 sekonda veç kemi ngu. Ti këshum lonë ma shumë për na kop copyright. Normal. Edhe keni mushty, ka po fitën teja Enzi. Kështu që po shkojna me Keep Man versus DJ Enzi, shkojna me kongën e parë. Okej, Rick Ross. Gjithë parat i ka të leta që të mi është ti në trep. Ma ne shkon të herë në ustazën. Okej, një me 0 për Keep Manin, shkojna me të dytën. Jay-Z, ma Okej, em një kongës në dëhët? Se di, ku maru. Kujtaj. Nuk e di, ja s'ka shansa. Jo se anglishtën e plusu me anglishtën. 2-0. Dirt off your shoulder. Haver, je suis français moi, je parle pas l'anglais comme toi. Edhe ju dëgjues të Radio Dugazhinit ku do të bëna ngëni muni me këndësheni muni me bu këtë lojë. Kush pja që lën kongës e pari që t'janë një kafe, fitues. Shkojna. Ej. G-Unit a 50 Cent, apo? Jo, old school, kjo ma vjetër. Ma vjetër. Okej, DJ Enz. Jo, fitoj, ja, nuk po vjen men. Cila ke Enz? Apa. Okej, 2-1. Po nëzet situata, shkojnë edhe me performancën e 4. Okej. Frangjesht, asë njës ma dhe s'ke qita, që frangjesht. SCH, ame. Em një kongës ke La Guerra, ajo kjo është ajo Autobahn, që janë plët. Autobahn, ja. Okej, 3-1 për Keep Manin, e fitoj lojën, bajt pengojnë edhe të fundit për trep. Ej! Niska! Em një kongës? Se di. Gjilandi Olandi. Okej. Gjilandi Olandi. 3-2 për Keep Manin na fitoj. A ki shoqni kështu me artistat francez me kënje ma dost? Kam dost shumë të ofër Amzën, Amza, Zekpien si producent. Okej. Kam do dosta gjën Paris, po më janë një stash mi veç, Për mene keze për këta papare e ki, mos tani. Dalë tani mi njeni, jo. Edhe plus kështojnë shtrajt ato ik. Okej, Keep Man. Dëgjus të Radio Dugazhini, Keep Man ka vendos me na sharos, edhe kena me ngu një kongë, po është edhe kjo e pa lancuma, a? Po, kjo është alo nuk u lancu. Kena bo me njëri që e kena të na që na bon kongë gjithë që si refrejna na mytë kejt. Okej. Kush është aj? Kolopsi. Okej, a je vetë në kongë, a është dhe dikush këto? është dikush pa. Okej, kush është? është Kolopsi. Performon Kolopsi, a? Kolopsi performon. Okej. Dishka i dyshim ti e Keep Man. Okej, dëgju zë Radio Dugazhini, po e dëgjojna kongën Rush. Dhe por i kthejmë në studio për me përmbyllë këtë intervist. Me want to take a rush, I don't but the girl got me house to a crush. Could you let me be one time in your touch? When your body sweet girl, me can get enough. Me can get enough. So you want me take a rush. Që kësa Kolop. Që kë veç Kolop se sa. Vera 2026.
sell me ty kur pa ta thonë nama. Oh mama, ti nuk duhet fama. Ti e para dhe e mrama. Mi wapi te ka rush, alon pa ti gal got me hasta ta crush. Come chillin' me big one time, you know you touch. When your body sweet, girl, me can get enough. Me can get enough. Mi wapi te ka rush, alon pa ti gal got me hasta ta crush. Come chillin' me big one time, you know you touch. When your body sweet, girl, me can get enough. Me can get enough. Sweet girl. Mos bositem, bebe ti mos bositem. Quitte quand les notes ici pour bien bomba fitem. Wine pour Miss Flow car c'est gravé dans tes gènes. Louis est encore dans mon terme, c'est ma jockey dans mes veines. Ya, passe à l'attaque, j'aime ton body si on patte. Juicy ton bonani sont tes nez grand patte. C'est mal moi c'est sgat, hide les putes au mangat. Bon nous résister, c'est pour tous mes bons magat. Oh mama, me dis po tu drama. J'étais sincère, mais tu cours pas ta thonë nama. Oh mama, ti nuk duhet fama. Ti e para dhe e mrama. Mi wapi te ka rush, alon ma ti gal got me hasta ta crush. Come chillin' me be one time, you know you touch. When your body sweet, girl, me can get enough. Me can get enough. Mi wapi te ka rush, alon ma ti gal got me hasta ta crush. Come chillin' me be Okej, DJ Enz, faleminderit, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kipman, faleminderit shumë njerëz që kene orë studio me neve këtu në Radio Merci. Dugagjini. Merci bro, jum knaq, faleminderit. Për shumë. me. Po valla. A ki diçka me shtu për fund, që kom harru me të vetë ose diçka një mesazh, një whatever, çka të dëshë, Jo, ka këtë në zemra. këtë në ke vetë, këtë s'kam s'kam diçka nai Okej, dëshirë, diçka. okej. Jo, cool Faleminderit veç. shumë edhe një herë që ke pjesë e Faleminderit Radio juve. Dugagjini dhe orë studio na të dëshirona shumë sukses. Edhe Gjithashtu edhe juve. sukses në EP-n edhe në albumin që po vjen, po shpresoj që krejt Merci. adhuruesit e muzikës tonë me s'po presin me dëgju, edhe pse jo më të pas prap në orë studio. Faleminderit. Patjetër. Shumë faleminderit. Okej, dëgjues Radio Dugagjini, kjo ke Kate me mu Festionikun, me neve ke Kipman, faleminderit shumë. Ba. Faleminderit edhe DJ Enzi, faleminderit Trimi, faleminderit Ari, Ba. faleminderit krejt ekipit realizuese. Natën e mirë dhe shihemi javën tjetër. Gjumin e omë.